Kurti premton 100 euro shtesë për gjyshërit që kujdesin për nipërit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti nga përurimi i qerë dhe sëre në fshatin Godancë të Shtimes premtoi se në mandatin e ardhshëm të udhëhequr nga ai, qeveria do të jap mbështetje financiare për gjyshërit dhe gjyshet që kujdesin për nipërit dhe mbesat e tyre, me nga 100 euro mbi pensionin bazë që ata marrin. Kurti tha se kjo është pjesë e një programi më të gjerë të qeverisë për të përmirësuar mirëqenien e familjeve në Kosovë dhe për të forcuar kujdesin për fëmijët. Shtesat për fëmijë, shtesat për nënat lehona, mbështetja financiare për gratë për familjet në përgjithësi. Në mandatin e ardhshëm ju e dini që përveç që do të ndërtojmë qerë dhe do të vazhdojmë të përmirësojmë mirëqenien e familjeve, në të njëjtën kohë do të japim mbështetje për gjyshërit me gjyshe të cilët do të kujdesin për nipërit dhe mbesat, 100 euro mbi pension bazë që ata marrin, meqense të gjithë fëmijët nuk janë vetëm anëtarë të familjeve, por edhe qytetarë të Republikës, për të cilët shteti jon Kosova me qeverinë tonë do t'u dalë për herë në ndihmë dhe atë gjithnjë më shumë. Mungesa e kujdesit shëndetësor e përkujdesjes institucionale për fëmijët dhe mbështetjes për familjet është diçka që ne po e korrigjojmë hap pas hapi, tha Kurti. Ai foli edhe për rëndësinë e inaugurimit të qerdhës në Godancë, duke theksuar se ky investim është dëshmia e përkushtimit të qeverisë për të investuar në arsim dhe edukim të hershëm. Kurti bëri të ditur se qerdhja ka vlerën e investimit prej 440.000 eurosh.